Flamurtari në basketbol për femra vijon rrugëtimin pozitiv në kampionat. Vajzat vlonjate mposhtë në shtëpi ekipin e Vllaznis me rezultatin 75-53. Në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Flamurtari, skuadra vlonjate dominoi krejtësisht takimin. Periudha e parë përfundoi me rezultatin 29-5, e dyta 17-20, periudha e tretë 18-16 dhe periudha e fundit u mbyll me shifrat 11-12. Krejt takimi u vulos me rezultatin 75-53, që jep Flamurtarit fitoren e radhës në kampionat, në një ndeshje plotësisht të merituar. Kujtojmë këtu se një javë më parë, Flamurtari fitoi një ndeshje të rëndësishme edhe në transfertën e Partizanit me rezultatin 61-70, duke bërë kështu një ndeshje shumë të mirë dhe pozitive dhe duke përmbyllur me sukses javën e tretë të kampionatit kombëtar, duke mposhtur një nga rivalet kryesor si ekipi i Elbasanit. Në një ndeshje tepër intensive dhe të luftuar, në çdo pikë, vlonjatët triumfuan në atë takim me rezultatin 61-70. Edhe java e katërt u mbyll me sukses, ku vajzat vlonjate mposhtën ekipin e Vllaznis në Vlorë.